Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa wara'a dhalika illa al-mu'min. Është më çudit për punën e besimtarit, puna e tij është këtë khair edhe nuk qëndron pas sojna përveç ai i cili është besimtar. Kjo hadith i pejgamberit alayhi salam na tregon gjendjen e njerëzve që kanë me kalu nëpër to. E para është se ose ka me pas begati, ose ka me pas në vështërsi ose sprova. Dhe na tregon se i vetmi i cili mundet me te kalu edhe mirësien, se dhe mirësia është sprovë, po edhe sprovën si mungesë të ndonjë nimeti ose begatie që Zoti cakton për besimtarin, tregon se veç besimtari mundet me te kalu. Por sa në vazhdim të hadithit ka thonën, in asabethu sarra shakar fa kana khayran lah. Nëse ato e godet ndonjë mirësi, jep Zoti mirësi, e falenderon Allahu xhalla shanuhu për mirësinë. Dhe në ajet Kur'anit Allahu xhalla shanuhu ka thonë: "Wala in shakartum la azidannakum", e nëse ju më falenderoni, unë kam mjaftuar ato. Dhe e dyta, wa in asabethu darra, nëse e godet ndonjë fatkeqësi, ndonjë dëm, besimtari, besimi këtu reagon, po te e para te e dyta, minëherë reagon besimi dhe shka bën besimtarin këtë gjendje, bën sabër, se e din që në caktimi i Zotit, dhe ky sabër e tregon edukatën, sjelljen, mirësjelljen ndaj Allahu xhalla shanuhu, se e din që nuk mundet me ndodhë diçka në këtë kosmos përveç se çka Allahu xhalla shanuhu cakton. Por sa thot sabër fa kana khayran lah. Bën sabër dhe ky sabër është hajër për to. Që ky sabri, Allahu xhalla shanuhu e ka përmendur në Kur'an, nëse njeri bën sabër, Allahu xhalla shanuhu do ta shpërblej pa hesab. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allahu shpërblen durimtar pa hesab.